Dalim tani sërish tek zhvillimet e parlamentit, ndërsa ndryshe ka nisur kjo seancë, pavarësisht se në këtë çast ka diskutime të forta dhe padyshim edhe akuza ndaj deputetëve të gjitha forcave politike. Kam një komunikim të drejtë për drejtë në këtë çast deputeten e Partisë Socialiste, Sara Mila nga Parlamenti i Shqipërisë. Zonja Mila, përshëndetje, kënaqësi t'ju kem. Përshëndetje Ermal. Në fakt do kemi pak zhurmë kam përshtypjen, por megjithatë është okay. Po, me sa duket lidhja konsistoi në këtë formë, po, ju dëgjoj mirë, nuk e di nëse dëgjohemi qartë dhe ne aty? Po, mirë, jemi bashkë tani. Dëgjoni shumë qartë. Nisi ndryshe. Arri që ta dëgjoj pyetjen tuaj. Okej. Nisi ndryshe seanca me sa duket me dhurata, por dhurata vetëm për socialistët dhe jo për demokratët. Pse kështu? Pikës pari në fakt nuk ishte një dhurat, ishte më tepër një ftesë, një mënyrë e vogël promovimi që unë zgjodha në fakt për një nga njësitë administrative të Bashkisë Elbasan, cilën përfaqësoj zyrtarisht në parlament, konkretisht për Labinot Malin. Në datën 31 tetor ne patëm festën e madhe të Gështenjës, është një traditë shumë vjeçare atje, dhe duke qenë se me datë 31 ne nuk patëm një seancë, vendosa që në seancën e parë që ne patëm të sillja pak nga toka jonë për gjithë kolegët në mënyrë për të bërë një promovim të zonës dhe për t'i kthyer syt e turizmit edhe në këtë zonë që në fakt është e vogël, jo shumë e njohur, por prodhimtorinë e ka shumë të mirë, sekundër ka shumë të bukur dhe natyrën. Arsyeja sepse vendosa në fakt që t'ishte për kolegët e Partisë Socialiste, kjo nuk ka lidhje me asnjë lloj hatërmbetje apo ndasi për sa i përket dhuratave, mirë po vendosa ta shpërndaja në momentin kur ne bëm mbledhjen e grupit që ishte në fakt përpara nisjes së seancës dhe duke parë precedent të ditëve të kaluara kur opozita nuk ka qenë shumë pozitive dhe kanë marrë edhe akte, le të themi, të dhunshme ndaj objekteve që gjejnë në foltoren e parlamentit apo dhe në karrigët ku ata ulen, mendova se mos ndoshta dhe gështenjat e mia pastaj do të ktheheshin në një precedent të tillë dhe nuk doja që të ndroja diskursin e asaj në fakt që qëllimi ishte krejt tjetër. Kështu që ndaj vendosa ta mbaj vetëm me kolegët që e dija që do ma mirë kuptonin. Për si do qoftë, nuk ja keni arritur, sepse në fakt seanca e ditës sotme ka patur shumë përplasje, shumë përballje. Ç'po ndodh konkretisht? Pse duket që edhe në këtë kontekst kur të rinjt tani më janë pjesë e parlamentit, vijojnë të kemi pothuajse të njëjtën komunikim, të njëjtin debat mes deputetëve edhe të vjetër, por edhe të rinj. Si e shihni në këndvështrimin tuaj? Tani, patjetër që kemi shumë të rinj, kryesisht nga Partia Socialiste në fakt, edhe dua që të them që diskursi i të rinjve nga Partia Socialiste ka qenë krejt ndryshe, edhe ky akti i sotëm e tregon një ndryshim nga të rinjt dhe nga idetë që në fakt nuk janë shumë tradicionale në Parlamentin e Shqipërisë, patjetër aty ka edhe gjak të vjetër, që do të thotë ka dhe kulturë të vjetër politike, patjetër që nuk do doja të ishte kështu dhe nuk jam nga ato që e nxis të vazhdoj të jetë kështu, por unë besoj se me kalimin e kohës situata do të jetë më mirë kur edhe të gjithë ne mund të dominojmë edhe foltoren e parlamentit edhe diskursin në parlament. Tani nuk dua t'ju mbaj shumë gjatë, se di që edhe seanca vijon, po kam një pyetje të fundit përpara se t'ju përshëndes në raport me, po themi, akuzat që ngrihen nga ana e opozitës, po edhe kërkesa që bëjnë her pas here deputetët demokratë me në krye zotin Berisha për të përballur me ju. Ju keni zgjedhur të përballeni me ta apo ndoshta të ndiqni një tjetër rrugë? Kur them përballje në formë parlamentare, sigurisht. Në fakt, ajo që bën opozita nuk është gjë tjetër veçse një dëshirë për të ndalur hapin ton dhe rrugën ton drejt Bashkimit Evropian, drejt atyre ligjeve që ne patjetër do duhet të shërtojmë në Parlamentin e Shqipërisë, në mënyrë që ti përditësojmë edhe më pas të përafrojmë me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Ne kemi një agjendë në të cilët na duhet të vrapojmë, ja u kemi premtuar shqiptarëve Bashkimin Evropian, ja u kemi premtuar shqiptarëve që do të ulemi në atë tryez në 2030 ose me shpresë edhe më parë, kështu që duke qenë e tillë situata, ata duan veçse të ndalojnë këtë hap, duke stisur
akuza duke stisur si gjithmonë tymnaja pa fakte në tavolinë, ose në të kundërt, nëse këto fakte ekzistojnë, mund edhe t'i drejtohen patjetër organeve kompetente, nuk është parlamenti hetuesi për secilin prej nesh. Ne jemi aty për të bërë ligje, për të bërë ligje të mira për gjithë shqiptarët, për të shkuar drejt një vizioni europian edhe për të përmirësuar veten çdo ditë. Dhe në fakt këtë kemi bërë. Por që është e pashmangshme në fakt edhe bashkëpunimi me kolegët e krahut tjetër, apo jo, të paktën në kuadër të reformave që pritet sa i përket pikërisht objektivit të integrimit të vendit. Ermal, përpara se ta mbyllem, se dhe unë jam një nga folëset në lidhje me diskutimin që do të kemi për ligjin për barazinë gjinore dhe e di që e ka radhën tani shpejt, duhet kesh parasysh ti, madhomendja e di mirë se i e gjatë në këtë fushë edhe kolegët aty e din, por duhet ta dinë edhe shikuesit që shumë përfaqësues Partisë Demokratike nuk janë ata që janë në seancë, ju duhet luajnë atje një teatër cilin e dirigjon një non grata, sepse në të kundërt në komisione i keni parë më të shtruar, në korridoret e komisioneve të parlamentit janë edhe më të shtruar. Qartë, mirë, unë do e mbyll këtë komunikim me një ftesë për në studio në vim. Falenderoj shumë për këtë komunikim të drejt për drejt nga parlamenti. Patjetër.